harmonizimi gjithë ekosistemin në farë mënyre dhe pikërisht specifikat e një vendi, siç është Shqipëria, që ka fatin, jo vetëm që ketë një vijë bregdetare, jo vetëm të ketë male të lartë, jo vetëm të ketë lumenj të një bukurie të veçantë, por të ketë edhe këto aspektet mjedisore që po diskutojmë këtu, që janë karakteristike që, po e them dhe njërë, do të pasuronin edhe vetë jetën, jo thjesht shpirtërore dhe vetë shqiptarëve që do çonin fëmijët aty dhe do kalonin shumë bukur, po edhe në aspektin e turizmit, do të rriqnin një lloj turizmi i cili do ta bënte pikërisht Shqipërinë një vend me një specifik kaq veçantë që do të rrihte edhe vëmendjen e botës në një farë mënyre, pra të gjithë pellgut mesdhellët. Zoti Trajçe, siç e pyeta zotin Feruni, pra nuk na rrezikohet vetëm pylli i Pishporës, po na rrezikohet edhe Zvërneci, na rrezikohet edhe Sazani, edhe aty ka ekosisteme, edhe ai është një habitat kafshësh, shpendësh, të cilët nëse do të hyjë dora e njeriut, nëse do të ndërhyet, nuk mund të bashkëjetojnë dot njeriu dhe kafshët. Jo, të paktën jo me këtë intensitet i cili po tregohet dhe i cili po zbardhet, po qartësohet dita ditës. Vetëm për qartësuar, kemi të bëjmë me 2 zona ku 2 vite më parë u bën publike planet për zhvillim nga vetë Zoti Kushner, nëse mbani mend, u shfaqen renderat si për Sazanin, si për zonën e Kadishullit të Zvërnecit, që është pjesa që ndan lagunën e Artës me detin, dhe ajo që ka ne dim, e kemi fakt sot e kësaj dite, është që zona e cila është rrethuar, zona ku ne ishim për të protestuar të shtunën, përkon pik për pik geografikisht me ato rendera që u shfaqen nga Zoti Kushner në vitin 2024. Dhe mos harrojmë që renderat që shfaqi Zoti Kushner erdhën vetëm 3 javë më pas se u ndryshua ligji për zonat e mbrojtura në Shqipëri. Mirë, atëherë nuk qera Sirian, po kjo është ekskluzivisht është rrethuar ekskluzivisht për dhëndrin e Donald Trumpit. Kemi të bëjmë me një përputhshmëri gjeografike. Do me thënë, këtë e dim for effect, që thonë anglezët. Nëse krahasojmë renderat... Me qënë se dilnin ato disa emra të tjerë të panjohur me kompani offshore, Në rast e tilla përfshihen shumë kompani, shumë kontraktor, nën kontraktor, po ajo që ne dim tashmë dhe që është qartësisht e dukshme, është që kemi të bëjmë me të njëjtin territor. Dhe gjithë hapësira, nga jugu i plazhit të Dajlanit, kush ka qenë në veri Zvërneci, ndodhet plazhi i Dajlanit, madje dje na erdhi konfirmimi që dhe ajo pjesë tashmë është rrethuar përfundimisht, kishin filluar javën e kaluar për të vënë ato piketat. Mua më thonë në Portanova. Po pra, Dajlani, Portanova, kodrat molasike të Zvërnecit dhe i gjithë plazhi i Hidrovorit.